Misemi më të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit të 5 ditës katror, ku posaçën në ora 18:30 patjetër është ndërkohë kohë rezervuar për mysafirin në studio, e që sot kam dirin se kam një regjisor, do flasim për filmin e fundit cilin edhe ende nuk e ka promovuar, filmi quhet The Haters. Atëherë mirë se erdhe Besem, me mua në studio është Besem Uksmajli. Faleminderit që pranuat të jeni me ne dhe të na tregoni më gjerësisht rreth këtij filmi. Filmi The Haters, me që kom përmend disa herë këto ditë fundit mi do na përsëri tjetër. Filmi The Haters është një film i shkurt, 4 minutësh, që pak a shumë kom pas një ide të kamotshme, mi po kom vendosur me botasht. Arsyeja kryesore është nevoja për me bo film. Tjetra është edhe me rujt kondicionin e të bëmrit film, më thonë, se edhe të bëmrit film edhe këto puna jonë është një farë lloj sportin veti që do në rujt kondicionin, kryesisht kondicionin artistik, dhe kjo njëna është për arsye për cilin e kom punu këtë film. Ndërsa kozgjatja prej 4 minuta është ka një sprove e me thonë diçka interesant me në 4 minuta, që jo rrallë herë mund është me thonë diçka të madhë dhe të mirë, mirë po normalisht na besojmë një ide tonë dhe qatë ide që besojmë vendosim me realizu dhe me audiencës. Kjo është edhe më e mira, kjo është edhe cila presin, e që sa e përket kësaj që edhe ceke deri me tani, sigurisht është edhe me veçantë asaj që ndoshta nuk e kemi parë deri me tani. Ku sigurisht edhe përçon një mesazh pasi që janë mësuar me gjëra të tilla. Artistat shpeshherë kanë një tendencë me gjetë diçka unike që më identifiku me ta. Mirë, po kjo është më e mirë kur vjen vetvetiu, kur puna jote është unike pa tendencën tonë me qenë unik, do të thonë vjen vetvetiu. Kështu që unë kom provu disa herë me gjetë ato çka më identifikon mu, ose tjerë më kanë identifiku, dhe pak a shumë disa për regjisorëve të Kosovës, do me thonë automatikisht si të shihet filmi i tij, dihet se kush e ka bë. Dhe nëse kjo vjen spontanisht, është shumë e rëndësishme për regjisorin që do me thonë jo qëllimisht ti dallohesh për regjisorëve të tjerë, jo në aspektin e nivelit tanë çfarë je, po dallohesh pak me fotografi, me mënyrën që zgjeron, me karakterët, temat që i trajton. Edhe unë provoj vazhdimisht me pru diçka që është e jemja. Mund mos me qenë më e mira, po origjinale gjithsesi. Megjithatë je edhe me shumë çmime ke marrë. Ke marrë pjesë në festivalet ndryshme. Kam marrë disa çmime, nëse shumë o shumë. Po kam marrë disa çmime, po edhe teatr. Hera fundit që kem qenë pjesëmarrës unë dhe kolegu Emilian Hima, një regjisor tjetër prej Kosove, edhe agroshale aktor, është pjesëmarrja jonë në Hollywood me një festival, cilin kem qenë para tash gati një muj. Më thonë festivali fundit ka qenë ai. Gjithashtu po bëhemi gati dhe filma tjetër të radhës me qenë pjesë e disa festivaleve të rëndësishme, më thonë me marrë pjesë. Për këtë teatrit tash të së fundmi, dhe më thonë tash mena 3-4 dite, filloj një shfaqje të re në teatrin e qytetit Ferizaj, dhe më thonë një shfaqje profesionale, me një ekip shumë profesionale, me një tekst cilin po besoj që ka me qenë interesant. Gjithashtu teatr kom punu dhe ma herët. Jo çdo herë regjisorët e filmit merren me teatr, është rrallë, po teatri është dashnia e dytë, edhe normalisht që nuk muj me lanë anash, sepse kam nevojë me bë. Paktën një shfaqje në vit ose një shfaqje në 2 vite, sepse edhe ushton kondicionin tanë procesit që me qenë gati edhe për filma gjatë kur gjirohen. Ndërkohë teatri është pjesa ajo ëmbëlsina e punëve të mia, në cilën domethënë më jepet rasti me i bë do gjëra të cilat nuk bëhen në film, edhe procesi është komplet ndryshe për filmit, në forma e krijimit raporteve, mizanskenës, përkatësisht mizankade, domethënë teatri më shërben jashtëzakonisht në film, edhe më shërben me si artist me u përmbush në do aspekte të cilat nuk më rihen me u përmbush në to hapësina tona. Tek ajo se çfarë mund të veçojmë, cilën e kishe lënë, a nuk shkojnë një nafa tjetër, ndashme janë bërë pandashme? Janë të lidhuna ngushtë, pavarësisht dallimit shumë të madh në shumë aspekte të teatrit dhe filmit, mirë po e përbashkëta është, domethënë, si art dramatik, është e përbashkëta, domethënë, kryesore. Me lanë nuk e di, nuk i vnoj në pikpyetje asnjëon as tjetrën. Shpresoj ato të mos më lajnë mua në herë as teatri as filmi, kjo ka rëndësi për mua. Përderisa e ke edhe kohën të rezervuar për 2, atë besoj që nuk do ndalesh. Përmendëm më herët që keni marrë pjesë në festival. Sa jeni ndarë të kënaqur nga festivali në Hollywood ku keni qenë pjesëmarrës? Festivali në Hollywood është ka njëra për provojave tona më të mira. Domethënë, emri i filmit është Mariana Republik me regji të Ilirian Himajt. Unë aty jam skenarist i filmit.
ka qenë shumë mirë për shkak se është një formë shumë e drejtë për drejtë, vlerat tua mi krahasu me vlerat botërore dhe në këtë rast filmi jonë është një festival shumë unik, ku secili film që merr pjesë është bën vetëm për 48 orë dhe ajo që na ka bën më ndihmë mirë kanë që vlera e filmit tonë, sipas kritikës që ke marrë, jo sipas vetë kritikës, ka qenë ndër filmat sigurisht favorit të festivalit. Dhe kë krahasim me vlerat botërore, për shkak se aty marrin pjesë diku rreth 500 filmmaker. Me thonë, ka qenë njëri për filmave favorit për cilën në diskutu normalisht dhe na ka bo me menu që nështë me do kushtet të reja dhe jo vetëm unë dhe Iliriani, mi po dhe film bërës tjerë të Kosovës munden me konkurru kësaj botës industrisë filmit edhe filmit si art, në një formë, jo vetëm si industri normalisht. Të ndalim tek filmi i fundit të ITER, sa cilin edhe do e diskutojmë shumicën e kohës, ku është qiruar, dhe sa ka marrë kohë, janë vetëm 4 minuta, për sigurisht është dashur një komentat që t'jen për ta. Përmenda fillim që The ITER është një film që është mendu begi moti, në këtë formën që është më gjiru, ka probleme kryesor që është me tregu astori për 4 minuta, dhe nëse i shohim në pjesë të filmit, fotografi apo trailer, shihet një formë që unë konsideroj që i ka shku asaj teme. The ITER është fjalla për ngrënësin, për dikën që hanë të në kohën, edhe ka për bazë një lakmin, dhe me thonë trajton lakmin ose pangopshmënin, dhe është një temë në 4 minuta që më ka marrë kohë, dhe me thonë një ditë, mena një ditë është gjiru. Ideja ka qenë ka maqë me shkru për nga dagadal, dhe me thonë më vartë sa kom pas kohë, se kom film kështu cili s'ka pas në kohë caktune kur do të më realizu, film për qefi, tërsa edhe një javë ka qenë puna pas produksionit, muzikës, efekteve, ngjyrave dhe këto gjëra tjera. Është realizuar kë, ashtu se që është planifikuar që në fillim, sa aktor janë pjesëmarrës dhe sa anëtarë kënaqur me finalizimin e tij, edhe pse ende nuk është publik. Filmi, aktori kryesor është Labinot Laqi dhe Orgesa. është komentuar shumë për Orgesën, është mbjesa jote. Të pri që ty për mund s'kolli mund si mund. Orgesa është pjesë e 3 projekteve të mija kryesore, dhe me thonë projekte dhe filmave të mitë ma sukseshëm për thujse. është mbesa jem dhe jo vetëm që mbesa jem, mi po Orgesa ta është Orgesa ka disa eksperienca në film, dhe me thonë në filmat e mi dhe edhe pse ka 8 vite, ka një eksperienca për me ditë një farë procesi për ka shumë, edhe pse percepcionet e një fëmijës 8 vjetë nuk jenë percepcione shumë reale për filmi, mirë po përvoja Orgesës dita ditës ka mëzoven të filmat e mi dhe nuk sa shkruj, po thuj se në gjitha gjona që i shkruj është edhe një fëmijë aty, jo është dhe herë Orgesa, mirë po edhe pse është zorë shumë me punu me fëmijë, në skenarët e mi zakonisht është 1 apo 2 fëmijë gati në shumicën e raste. është pa tjetër, kur flasim për fëmijët, janë ata më të mirët, janë ata cilin na disponojmë, dhe sa ka qenë e vështirë për këtë rol cilin edhe ka pas. Po fëmijët jo çdo herë duhet të kuptojnë se çka po luajnë, nuk është e thënë me kuptu ata se çka po luajnë, domethënë. Na regjisorët e kemi që të punë që shpesh herë jo domosdoshmërisht pala tjetër në këtë rast fëmia duhet me kuptu se atë thellësinë asaj çka do me bë. Do thonë ajo kryen disa veprime fizike të koordinume që ty të shërbejnë film dhe jo domosdoshmërisht fëmia duhet me ditë se çka po luajnë. Mirë, por na konstatojmë që i shkon idesë tona e lëvizje për cilën e vizitojmë me fëmijën e punojmë gradualisht ato raportet që ndërtohen në këtë rast mes Labinotit edhe Orgesës, edhe nëse ato gjëra janë rregull atëherë pranohet e tillë ç'është, domethënë pa e kuptuar fëmia se në fakt se çka ka luajtur. Ndërkohë raportet e mira dhe bashkëpunimi i mirë edhe ka punë një film kaq mirë, apo bashkëpunëtor tjerë kanë eki. Falë. Di shkohu me këtë kohë. Bashkëpunëtor tjetër është Iliriani që përmena, që ka qenë në set gjinimeve dhe më ka ndihmu me shumë gjana. Gjithashtu Kenan Nureddini që ka bo audion, Sherif Bega, Lik Krasni që kanë bo organizimin, do më tha hapsinën, skenografin, edhe këta janë paka shumë pjesa ekipës, për cilët jem shumë falenderus, sepse lloji i filmit edhe vendi ku gjiru Begi ka pas kërkesa të veçanta dhe mendoj që pa ndihmën e tyre normalisht nuk ish dalë në këtë nivel filmi çfarë është tash. Ndërkohë për premierën ke menduar se kur do shfaqet apo ende ke kam dërguar disa festivale. Unë kam një problem që filmat jo shumë shpesh i dërgojnë festivale, që është një gabim shumë i madh jemi.
Mi po e kom dërgu disa festivale dhe festivali i parë që do ta pranoj filmin, do të jetë publik. Pastaj filmi do të jetë online me pas secili, sepse është një film 4 minuta, cili nuk e kam ndërmend me erujt, kështu mos e shihni se ka rrugën e vet, jetën e vet. Është një film i radhës i imi dhe domethënë nuk është film i fundit normalisht. Kështu që do të jetë online për edhe pse edhe po qiet premier diku, pa besoj që shumë prej atyre do vendosin të vinin edhe për ato 4 minuta. Në ndërkohë, po flasim kohë pas kohe për këtë film, po flasim edhe për ata aktorë cilëve u është besuar edhe puna. Cila ka qenë vështirësia më e madhe për të arritur deri këto kundrejt këtij filmi? A ka pas vështirësi? Për mena pak a shumë që atmosfera, ambienti ku ka pas më gjeru kjo ide, ka vështirësia e më kryesore, dhe sa e më përcaktu. Nëse shohim filmin është një ambient jo shumë i zakonshëm, por shkak edhe post-produksionit edhe atmosferës që mundu me kriju, me tym, me qiri, me thellësi interesant dhe përcaktimi i ambientit, domethënë ka qenë pjesa e më e vështirë, ndërsa Labinot Lajçi është një aktor që vazhdimisht është i angazhuar në kinematografi dhe në teatr, kështu që me ta shumë lehtë me punu. Nuk ka pas ndonjë vështirësi gjatë realizimit. Vështirësitë kanë qenë para kohës. Besën mos flasim se keni ditë të tash me gjuhën e përbashkët. Edhe me të. Do jetë pjesëmarrëse në filmat e tjerë mbesa apo nuk ke planifikuar diçka? Orgesa ka qenë pjesë e 3 projekteve të mia që përmenda më herët. Mirë po, domethënë jo kushtimisht do të jetë pjesë e filmave të tjerë. Aja që po shkruaj tash nuk ka fëmijë, kështu që nuk e di kur do të vijë rada e orkestrës të jetë pjesë e projekteve të mia. Shpresojmë shkojnë në hapat e tu, që të bëhemi krenarëve me të, pse jo. Nuk e di nëse janë krenar me mua. Patjetër. Po orkestra ka punë të veta më shumë që do të më marrë është shkolla, familja e saj dhe pjesa e filmit është pjesa argëtuese e saj dhe jo pjesa kryesore, meqense edhe mosha e saj është shumë e vogël, kështu që nuk e ka pjesë primare, kur e thirrë unë kryesisht orkestra ka qef më kam pjesë e punëve të mia, punëve të dajës saj. Natyrisht. Të ndalemi tek filmi dhe sa është vështirë sot të krijosh në Kosovë, në këto kushte të cilat edhe jemi, të krijosh një film. Në industrinë e filmave domethënë shteteve ku industria e filmit është shumë e zhvilluar, problemet kryesore janë problemet e idesë dhe shtrirjes të skenarit të ekipës, domethënë këtu te na përveç kësaj problemi që është problemi i vazhdimësi, problemi i skenarit, problemi i shkrimit të filmit është pjesa më e vështirë e filmit ndoshta. Janë edhe problemet e realizimit, përkatësisht problemet financiare për me realizuar një film. Në Kosovë është shumë e vështirë, domethënë dhe film në Kosovë bëhet vetëm për njerëz që për një me janë pasionantë në film, jo domosdoshmërisht mirë, por kanë pasion filmin. Dhe ata nuk zgjedhin mjete përkatësisht shfrytëzojnë çdo moment, çdo mundësi që jepet me realizuar film. Normalisht është e vështirë, veçanërisht në Kosovë më marrë me film është e vështirë, për shkak se logjika e politikës nuk ka mujt asnjëherë me kuptu logjikën e rëndësisë së kulturës, gjithsesi atë filmit këtë rast. Kështu që me një mentalitet politik çfarë ka qenë dhe ekziston pothuajse, dhe çësia e politikës që i bëhet kulturës, normalisht është totalisht në shpërputhje me rëndësinë e kulturës dhe mundësitë që ka kultura. Meqense dita ditës po dëshmohet që aty ku shkel kultura nuk është e pamundur me shkel politika dhe ndoshta ky është një percepcion edhe i konkurrencës që bëjnë artistat politikës në aspektin e prezantimit. Por shkak se edhe këtu është një çështje e tillë edhe mediatike ndoshta që më shumë janë yje politikanë se sa artistat. Do thonë është një konkurrencë kështu e prezantimit televiziv dhe ndërkombëtar. Dhe nuk vje keq që do të me thamë, po politika nuk mund me perceptu kulturën dhe rëndësinë e saj, çfarë është dhe çfarë bota e moderne, aty ku synojnë me shku dhe kanë gojën plot politikantë, kanë një perceptim për politikën, ai perceptim këtu nuk ekziston, derisa nuk ndryshon ky mentalitet kjo çështje, normalisht që filmat kanë me vazhdu më base, nuk nalet asnjë artist s'ka shans të nalet. Nuk ka normalisht s'nalet. Nuk kanë mujtë mënor asë në shtete ku është një shtrihje totale komunizmit edhe diktator lëkët të madh, nuk kanë mujtë më ndalë artistë, rrjedhimisht asë në Kosovë nuk mund e më ndalë, mirë po nuk do të rrinë me bë më të mirën tyne ka shi konkurrencës ndërkombëtare dhe prezantimit ndërkombëtar dhe sa ekziston kjo logjikë politike në institucionet tonat. Kemi edhe shumë talenta të rinj, ditët e sotme që sigurisht me shumë prej të edhe ka rasti me punu, si shati sa është një nivel? Akademia e Arteve tona
kupton, do të thënë Akademia e Arteve në Prishtinë, në vazhdimsi qet gjenerata ndryshme të lëmive ndryshme të artit dramatik kryesisht, nëse flasim për artin dramatik. Më thonë katedra aktrimit, dramaturgjisë, regjisë, teatrit dhe filmit, dhe për tyne sigurisht që ka talent jashtëzakonisht mirë. Mirë po, në momentin që diplomohen dhe njoftohen me këtë atmosferë të krijimit dhe të bëmit film dhe teatr, është një zhgënjim shumë i madh i tyne dhe zhgënjimi kryesisht tek njerëz që kanë një kapacitet të madh për filmin, për shkak se ata kuptojnë rëndësinë e filmit dhe njëkohësisht e kuptojnë edhe pamundësinë për me realizu filmin dhe teatrin, ose për me u vetë realizu si artist çfarë kanë vendosur me u marrë në plot, që kanë vendosur me u marrë me këtë profesion. Normalisht që ka talentun, cilët mundohen me gjetë format e vetë realizimit si artist, dhe ditë më parë, do më thamë, po shihet një krijimi një gjenerate të re të njerëzve që bëjnë film dhe teatr, cila është shpresa e Kosovës, dhe këtë ajo çka mungon duhet me përsërit është një ndrim i politikës, një ndrim thelbësor, sepse ndrimet thelbësore janë shumë dhëmshme dhe jo shumë të lehta, mirë po pa një ndrim shumë thelbësor i qasjes së subvencioneve përkatësisht politikës dhe kulturës, nuk do të arrihet bëhet më e mira që mund me bë artistët kosovar, që janë ndoshta nivele shumë serioze dhe nivele që kishin mujt me jetë shumë përpara, mirë po ne janë fatkeqësisht janë varur mbi parave. Domethënë parat janë subvencione që vijnë për shtetit. Mos ekzistimi i ligjit të sponsorizimit gjithashtu është problem i madh, për shkak se nuk kanë alternativë tjetër të burimeve të parave artistat përveç se qeverisë dhe qeveria përkatësisht kjo po secila qeveri ka një farë kontrolli dhe në formë klientele financohet kryesisht filmi dhe teatri. Ndërkohë kemi të shumta që besoj që nuk do e lënë këtë pas që kur bëhet një profesion bëhemi të varur nga ajo dhe është e pandashme jona. Ndërkohë të ndalim tek komentet tek the haters, cilat janë komentet pozitive, cilat ka pasur një kritikë kundrejt saj, pse kjo ardhi më ndryshe, ke pru edhe një ide më ndryshe, e që sigurisht përçon një mesazh. Kritika Kosovë nuk është për më marrë seriozisht për shkak se nuk është serioze. Jo në aspektin që ata nuk e njohin filmin, por nuk janë sinqert në ato çka e thonë. Shumicën e rasteve edhe kur lavdrohet filmi edhe kur ka kritik, të dyat kanë një tendencë mrapa në shumicën e rasteve, domethënë, edhe ai që livdon është ka ndaj vrejtje për hatër tonë e livdon, edhe ai që ka vrejtje mund me qenë vrejtje shumë tendencioze dhe jo çdo herë e sinqert. Këtu kritika e filmit në farformë, kritika e mirëfillt e filmit mungon. Kështu që gjitha kritikat dhe mendimet për filmin unë i marrë relativisht, i besoj relativisht, mirë po nuk hatja se cilët të regjisor që pretendon me bu diçka, ajo është një vetë kritik edhe e din ku ka bo gabime, ku ka mujt me qenë ma ndryshe. Mirë po normalisht kritikat e mira, besueshme, e ndihmojnë se cilin artist në punën që bën. Patjetër. Cilat janë raportet me regjisorët e tjerë? Raportet me regjisorët e tjerë janë shumë të mira. Sidomos me regjisorët që besojnë janë shumë raporte të mira, për shkak se në llojin tanë që bën film takon regjisor që pak a shumë kanë ide të tua të zhvillimit të përgjithshëm të kinematografisë dhe me ta shumë e lehtë komunikohet, sepse bëhet një komunikim në nivel personal dhe me ta shumë rrallë mundesh me pas mosmarrveshje, sepse ngritja e nivelit profesional dhe ngritja e nivelit të komunikimit profesional në aspektin e filmit bën që ata me pas mirë kuptim dhe aja që i dallon ata është vetëm stili i filmit, sepse në botën profesionale, komunikimi profesional dhe rrallëherë ka keq kuptime. Ndërsa në raport me regjisorët, kështu që nuk botë kuptimet për filmin i kanë për mendimin tem jo shumë rrënjësore, qenjësore, mirë po më shefën mas paditunis dhe menojnë që kanë pru stil 3, aja normalisht komunikimi nuk është i keq, por është një komunikim që në fakt nuk ekziston fare, për shkak se jetojmë dy bota të ndryshme dhe jo domosdoshmërisht me ekzistuar një komunikim fundja. Vazhdojnë njerëzit të bëjnë punën e vet, ne bëjmë punën tonë dhe kështu funksionojnë. I angazhuar ku pas kohë, sigurisht je shumë shpesh të flasim për planet. Je duke planifikuar diçka tjetër, ndonjë film? Po, është një film që kam xhiru vjet në Stamboll, është tash në montazh, është ka përfundon. Gjithashtu shfaqja është gjaja më e re që po filloj me punu. Njëkohësisht edhe po shkruaj një skenar të gjatë, po konceptoj një skenar të gjatë, cilin mendoj me qenë pune, me para me cilin kam debutu me film gjatë, për shkak se debutimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për një regjisor.
Dhe më thonë, këto janë paka shumë planet. Plane ku besojmë që do jenë shumë të suksesshme. Ndërkohë, edhe tek festivali, përgjigja për The Eaters, kur tashmë do jetë pjesë, keni ndonjë aprovim? Kom aplikuar disa festivale cilë të përgjigjen për aplikim ndodh gusht shtator ande. Më thonë, filmi po shëndej në atë kohë disa të merë përgjigjen për festivaleve, cilat e kom dërgu filmi. Ku besoj që do pranohet së shpejti. Unë falenderoj shumë që sot ke gjetur kohë t'jesh me ne, nëse nuk kemi harruar diçka tjetër që të cekëm për filmin. Turoj shumë suksese dhe të presim në projektet e radhës. Ma shumë t'i thot kur e shohim si film, si sa që flasim për ta. Kështu që ju veç falenderoj për ftesën dhe ishte kënaqësi me nda këtë kohë bashkë. Faleminderit edhe një herë. Miq të dashur, ka ishin minutat e rezervuar për bisedën në studio, ne po shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi përsëri. Vazhdoni të jeni me ne, jemi deri në orën 20.